Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Shqipëria Sot, do ndalim me njëherë të zhvillimet më kryesore se si paraqitet në fakt situata e zjarreve ditën e sotme në vend. Zjarret në Dajt dhe Priskë dhe rrethina e Tiranës duken se janë më të qetësuar, ndërsa mbrëm tentuan të shtrihen drejt Lundrës. Zjarfikësit po punojnë për shuarin e plotë të tyre. Më e kontrolluar se mbrëmjen e të mërkurës, paraqitet situata në periferi të Tiranës. Ndërhyrja nga ajri dhe toka e gjatë natës bëri të mundur lokalizimin e flakëve në Dajt e Priskë. Në Dajt, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 2 helikopterë po hedhin ujë mbi vatrën aktive, ndërkohë ministria thotë se nuk ka rrezik në banesa. Ndërsa në Priskë, ku ka 2 vatra aktive dhe flakët sipas ministrisë janë shtrirë drejt Gurrës, Farkës dhe Lundrës, vijon puna e forcave toksore dhe ndërhyrja nga ajri për lokalizimin e zjarrit. Operacion nga ajri për izolimin e zjarrit ka rinisur mëngjesin e të njëjtës në lagjen Abaze të Krujës, ku flakët u përhapën deri në afërsi të zonave të banuara, ku disa familje lanë përkohësisht banesat. Pas forcave të ushtrisë u kalua pa rrezik për familjet dhe për shtëpiat dhe për banorët, ndërkohë që banorët janë evakuuar, nuk janë në shtëpiat e tyre, kush është në rrugë këtu me ne që mund të ndihmojë dhe personat të tjerë janë larguar. Ne kemi hapur shkollën numër 1 në ndihmë të banorëve, kush ka dashur të shkojë atje mund të shkonte. Edhe janë edhe hotelet e zonës në ndihmë të banorëve. Shpresojmë që situata të kalojë sa më shpejt edhe me ardhen e 2 helikopterëve që po hedhin ujë në zonën që po digjet. Por është pak e vështirë, zjarri nuk pas ka bet. Ndërsa forcat zjarfikse dhe ato të armatosura po operojnë nga toka për të mbajtur në kontroll vatrën aktive. Në fshatrat Kras dhe Halilaj, situata është vendosur në kontroll. Aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Forcat e armatosura po punojnë për të frenuar përhapjen e zjarrit dhe në Lure, Mallakastër, në Ndrenje, Lofken, Gracie, në zonën Patos, Mallakastër. Operacioni vijon me forcat zjarfikse dhe strukturat vendore, të mbështetura nga 30 efektiv të forcave të armatosura dhe 1 autoambulancë. Në terren janë angazhuar 3 automjete zjarfikse, 15 efektiv dhe 25 forca bashkiake. Në Gurlur vijon një operacion i gjerë nga toka dhe ajri. Në terren janë angazhuar zjarfikës, forca bashkiake, ato të armatosura, policia e shtetit, shërbimi pyjor, strukturat e emergjencave civile dhe vullnetar, të mbështetur nga 2 avionët Air Tractor. Ministria e Mbrojtjes thotë se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 45 vatra zjarri, nga të cilat 12 mbeten aktive dhe 1 vatër është në monitorim. Mirë, do të shohim se si po vijon edhe operacioni në zonën e Priskës në këto momente për të mbajtur nën kontroll edhe vatrat që janë aktive ditën e sotme. Do të jemi me kolegen Bleona Sari. Bleona, ja ku jemi sërish bashkë, duke që është vendosur në një tjetër kënd, por tek e njëjta zonë pranë në Priskë, shoh që pas teje ka ty, më trego pak çfarë po ndodh. E vërtet, Fabiola, në aktualisht vijojmë të ndodhemi në zonën e Priskës së Madhe, aty ku në fakt paraqitet situata e normalizuar, por Fabiola, vetëm para disa minutash do doja që mendimin e operatorit të shikonim edhe një vatër zjarri e cila sapo është aktivizuar. Në fakt duken flakët edhe tymi, është e vogël le të themi, në fakt, por duket që po mobilizohen le të themi forca zjarfikse sepse është afër banesave, siç mund ta shohim edhe nga planet e drejt për drejta. Në fakt nuk janë shumë larg edhe banesat edhe vendi ku ne jemi aktualisht vendosur për shkak se s'mund të afroheshim për shkak të terrenit shumë të vështirë, por edhe fakti që era vijon të fry në këtë zonë dhe sipas edhe komunikimeve nga punonjës të zjarfikseve, forcave të armatosura apo edhe efektiv policisë bashkiake që në fakt kanë qenë në terren, nuk duhet të afrohemi më shumë për shkaqe sigurie. Ndërkohë që në fakt si që thash edhe pak më herët, vijojmë, Fabiola, që të kemi vetëm 2 vatra aktive zjarri në këtë zonë, ndërkohë që njëra prej tyre, si që thash edhe pak më herët, kërkon më shumë angazhim nga ana e forcave zjarfikses për shkak se është më afër banesave, ndërkohë që në fakt edhe për shkak të terrenit të vështirë malor, e kemi të vështirë në fakt që të afrohemi më afër, por edhe për shkaqe sigurie, por në fakt nga këtu ku unë jam e vendosur aktualisht,
në fakt sa po është shfaqur një tjetër vatër aktive zjarri, me flak, në fakt edhe tym. Në fakt janë angazhuar edhe banorët e zonës për të bërë të mundur edhe neutralizimin e flakëve, shuarin e tyre, vënien në kontroll, për shkak se kjo vatër e cilën e kemi raportuar që herë të mëngjes së bashku, Fabiola, është afër jo vetëm tokave dhe të mbjellave të tyre, por edhe afër banesave, çka do të thotë që është një rrezik në fakt për ta, por me angazhimin intensiv le të themi të forcave zjarfikse, por edhe të punojësve të njësive, në fakt që ne kemi gjetur grupet në terren duke punuar, të angazhuar së bashku me banorët, po punohet për t'i vënë në kontroll këto flak që në fakt Fabiola duhet të thënë që edhe orët e mbrëmjes kaluara kanë qenë shumë të vështira. Kemi një sipërfaqe shumë të madhe pyjore të shkrumbuar nga flakët për shkakun kryesor të erës së fortë që favorizon flakët. Nga ana tjetër, sipas komunikimeve të mia, në fakt policia ka nisur edhe një hetim për të parë dhe për të verifikuar shkaqet e këtij zjarri. Në fakt Fabiola, deri më tani kemi parë që janë arrestuar disa persona për zjarrvënie, sidomos ajo e Krujës, por edhe këtu në kryeqytet 2 persona javën e kaluar kanë rënë në pranga për shkak të vendosjes së zjarrit, të cilët kanë nisur të djegin le të themi barisht apo mbeturinë afër banesave dhe mtej zjarri ka dalë jashtë kontrollit për shkak edhe të erës së fortë. Ndërkohë që aktualisht që flasim në zonën ku ne jemi të vendosur, kemi 2 vatra aktive zjarri, njëra prej tyre vijon ende të jetë le të themi jo e qetësuar le të themi, pra nuk është ende në kontroll, por po punohet intensivisht për të bërë të mundur shuarjen e saj. E kuptoj. Mirë, ishin me këtë raportim me kolegen Bleona Sari nga Priska në zonën e Dajtit, ku raportor për situatën e tanishme sa i përket zjarreve. Në këto momente ne do të shohim në fakt se si është situata në një ndër zonat që u prek më shumë, duke patur një situatë shumë kritike, vlerësuar si ndër zjarret më të mëdha dhe më të vështira të 4 viteve të fundit në zonën dhe në lagjen Abaz. Është Gisela Çota, kolegja ime, ne do të kemi një raportim të drejt për të parë se si është situata ditën e sotme. Gisela, ma përshkruaj pak si është situata aty, si po vijon monitorimi i zonës, mbajtja nën kontroll, shoh që pasteje janë edhe zjarfikset, mjetet e forcave të armatosura. Çfarë po ndodh? Të përshëndes, në fakt, unë ndodhem në fshatin Abaz dhe të Krujës, aty ku momentalisht situata parashitet e qetë ndryshe nga ç'është raportuar mbrëmjen e djeshme. Megjithatë, nuk mund të themi se situata është përmirësuar pasi vatrat mund të riaktivizohen nga momenti në moment. Në fshatin Abaz momentalisht kemi vetëm një vatër aktive. Megjithatë, duhet theksuar se nga momenti në moment mund të bëhet riaktivizimi i tyre dhe për shkak të humunsit i cili ushqen dhe vijon të mbaj në rrezik të gjithë zonën. Me ndihmën e operatorit ne do të shohim të gjitha planet të cilat kemi dhe të angazhuar në zonë forcat zjarfikse, por edhe banor vullnetar të cilët po mundojnë që të mbajnë nën monitorim vatrat. Vlen të theksohet se vatrat e zjarrit janë shumë pranë banesave, por angazhimi maksimal i forcave zjarfikse në terren edhe për gjatë natës ka bërë të mundur monitorimin e gjitha vatrave. Vlen të theksohet se kemi vetëm një vatër aktive, ndërkohë që të tjerat janë nën monitorim. Një gjë tjetër e rëndësishme është se e gjithë zona thuajse është mbuluar me tym toksik dhe vetëm një vatër aktive. Banorët që janë evakuar mbrëmjen e djeshme tashmë janë kthyer në banesat e tyre, ndërkohë që në terren vijon punat e forcave të zjarfikses të Krujës, Durrësit dhe Kamzës, forcat komando, policia e shtetit, siç e theksova edhe pak më parë, si dhe 10 banor të tjerë të cilët po monitorojnë të gjithë situatën, por momentalisht mund të themi që situata është më e qetë ndryshe nga mbrëmja e djeshme, e cila ka qenë më e përkeqësuar. E kuptoj. Mirë, faleminderit Gisela. Në një intervistë për ABC News, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u shpreh se shtimi i kapaciteteve të mbrojtjes kundër zjarreve ka ndikuar pozitivisht në shuarin e flakëve këtë verë. Ai tha se vatra e zjarrit të shtunën e kaluar në Krujë ka qenë më e vështira e 4 viteve të fundit. Situata e zjarrit në Abazet të Krujës ka qenë më e vështira e 4 viteve të fundit. Në një intervistë për ABC News, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi tha se terreni në Krujë dhe kushtet klimatike
ka ndikuar në reaktivizimin e flagëve. Nuk në ndihmon fare fakti që masivi i pyjor aty është halor dhe siç e dini është një përhapja e zjarrit masiv halor është shumë e madhe. Nuk në ndihmon fare fakti që ka një prezencë të shtuar të erës, e cila ndihmon në përhapjen e zjarreve. Ne jemi duke ndërmarrë çdo masë të mundshme për të evituar përhapjen e mëtejshme të zjarreve, për të bërë brezat e përmbajtjes së zjarreve. Për përballimin e situatës, në disa vatra zjarri të shpërndara në territor, Nufi tha se kapacitetet e angazhuara janë të konsiderueshme dhe për këtë kanë ndihmuar dhe investimet në këtë fushë. Në gjithë territorin e Republikës janë më shumë se 650 forca të angazhuara, vetëm në zonën e Lurës kemi mbi 220 forca. Nga këto 650, mbi 250 janë forcat armatosura, pjesa tjetër janë nga zjarfikset, nga punonësit e agjensive të menaxhimit të zonave të mbrojtura, apo nga vullnetar, apo nga bashkit. Janë mbi 75 mjete, nga cilat 30 janë nga forcat armatosura, 45 nga zjarfikse vendore, nga bashkit apo nga njësitë vendore, dhe janë 7 mjete aerore, pra 5 helikopter dhe 2 avion zjarfiks. Nëse situata agravon, ne kemi mundësi që të angazhojmë edhe mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Deri tani kemi menaxhuar situatën me kapacitetet që kemi në territorin e Republikës. Java parashikohet jetë nxehtë, ndaj dhe ministri i bëri apel qytetarëve për mosndezjen e zjarreve, pasi flakët e deritanishme kanë piknisjen nga dora e njeriut. Të evitojmë maksimum ndezjen e zjarreve, qoftë shëtime bujqësore, qoftë shëtime elektorale, apo hapjen e tokave të reja, një zjarr i vogël, sidomos në këto kushte kohë që jemi ne sot, me këto temperatura, me këto shpejtësi ere që ne kemi, pra me praninë e erës, shofishojnë zjarret, i kthejnë ato në kriza kombëtare. Presidenti i Republikës Bayram Bega ka vlerësuar sakrificën dhe përkushtimin e zjarfikësve efektiveve të forcave të armatosura dhe të gjithë atyre që përballen me flakët e zjarreve në disa zona të vendit. Bega apeloi për ndëshkimin e keqbërësve, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes, përgjegjësi dhe solidaritet. Kreu i shtetit theksoi rëndësinë e respektimit të udhëzimeve të autoriteteve dhe mbrojtjes së jetës, pronës dhe natyrës. Bega shprehu respekt për çdo efektiv që po përballet me rrezikun në vijën e parë. Fillimi i gushtit me temperaturat e tij tepër të larta ka shkaktuar edhe probleme shëndetësore. Marrin këtu si rast spitalin e Vlorës, ku në urgjencën e këtij spitali janë kryer rreth 120 vizita në 24 orë. Por çfarë po ndodh, çfarë simptomash kanë qytetarët që detyrohen të shkojnë në urgjencë, do të na sqarojë kolegu Eltonika. Elton, çfarë thonë bluzat e bardha sa i përket këtij fluksi të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore? Kush i shkakton dhe çfarë po ndodh? Në fakt, problematika kryesore lidhet pikërisht me temperaturat e larta dhe janë pikërisht virozat stinore të kësaj periudhe, të cilat kanë shtuar edhe fluksin e pacientëve në repartin e urgjencës në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Sipas asaj që konfirmojnë edhe mjekët, fluksi ka nisur të rritet duke filluar nga fundi muajit korrik, pra pas datës 20 korrik, dhe ka vijuar edhe në këto, nëse mund të themi, 2 javë të para të muajit gusht, fluksi i cili vijon të jetë i shtuar dhe siç konfirmojnë mjekët, kemi në rreth 120 vizita në 24 orë. Normalisht, si gjithmonë, duket se ata që janë të sëmurë kronik mbeten edhe shqetësimi kryesor i mjekëve që i drejtohen pikërisht repartit të urgjencës për të marrë ndihmën mjekësore, por nuk mungojnë edhe pushues qofshin vendas apo dhe të huaj, ku mes turistëve të huaj mund të regjistrohen deri në 20 të tillë, të cilët në këtë numër të përgjithshëm që është 120 janë pikërisht të huaj të cilët i drejtohen edhe Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore fillimisht në repartin e urgjencës. Sipas mjekëve, duket se gjithçka e tillë lidhet pikërisht edhe me fluksin e shtuar në këtë periudhë në qytetin e Vlorës, kjo edhe për shkak të numrit të lartë të pushuesve të cilët kanë zgjedhur pikërisht qytetin bregdetar për të kaluar pushimet verore dhe krahas qendrave shëndetësore të cilat ndodhen në
zonat e plazheve apo në Bregdet, duket se një fluks të shtuar apo një barë të madhe mban pikërisht edhe reparti urgjencës në spitalin e Vlorës. Siç e thash për Fabiola, smur kronik mbeten problematik, por nuk vjen edhe moshat e reja, kryesisht ato pediatrike, të cilat marrin ndihmën mjekësore, por më pas largohen në shtëpi për të vijuar kurat e tyre apo për të ndjekur edhe nga mjeku i familjes. Ne mund ndjekim edhe një pjesë të intervistës të shefës së urgjencës në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës, Lorena Arapaj, pikërisht referuar asaj se çfarë thash deri tani, pikërisht të fluksit të shtuar të numrit të vizitave ditore në këtë repart. Fluksi i vizitave ditore është shtuar, duke arritur në një numër nga 100 në 120 vizita ditore në 24 orë. Nga këto rastet me diagnoza më të shpeshta janë gastroenteritet, enteritet, gjendjet virale, tonsilitet dhe bronkitet. Prej një gushtit kemi një numër të shtuar të pacientëve jo rezident turistëve. Numri i vizitave të këtyre pacientëve arrin nga 10, 15 dhe 20 në varësi të ditëve. Spitali i Vlorës i ka marrë të gjitha masat për të përballuar këtë sezon turistik. Jemi të kompletuar qoftë me burime njerëzore, me staf mjekësor, staf infermieror, gjithashtu edhe me medikamente, me imazheri, edhe analiza laboratorike. Mirë, Elton, faleminderit për këtë raportim. Ekspozimi në diell në këto ditë temperaturash të larta kanë nxjerrë në pas sëmundje të reumatizmale tek shumë persona. Megjithatë, mjekët në Spitalin e Elbasanit thonë se është problem mosnjohja e shenjave nga ana e pacientëve dhe gjithashtu i këshillojnë që të mos shkojnë në lixha pa konsultën e specialistit. Do të flasim pikërisht për këtë temë me kolegen Edison Askanderi. Përse të nxehtët temperaturat e larta kanë sjellë këtë problematik të personat që kanë, le të themi, këtë sëmundje shoqëruese siç është reumatizma? Dhe çfarë thonë mjekët? Përshëndetje Fabiola, mjekët këshillojnë gjithmonë, sidomos për personat që e kanë të diagnostikuar dhe që vuajnë nga një sëmundje që prek shëndetin e kockave, të muskujve apo edhe tendinave, që përpara të frekuentojnë plazhet apo lixhat, duhet patjetër të marrin miratimin e mjekut specialist apo mjekut ku ata trajtohen, për shkak se i nxehti mund të shkaktojë edhe probleme dhe shqetësime të tjera serioze sa i takon pikërisht shëndetit të kockave. Duhet që të gjithë pacientët përpara se të ekspozohen në rrezet e diellit dhe të frekuentojnë sidomos lixhat gjatë sezonit të tyre, të flasin me mjekun e specialist në mënyrë që të shmangin problematikat të cilat mund të vinë si pasojë e ekspozimit për orë të gjata në rrezet e diellit. Nga ana tjetër, mjeku specialist në Spitalin Rajonal të Elbasanit, mjeku reumatolog të cilin ne e kemi pyetur në lidhje me sëmundje të cilat të prekin shëndetin e kockave, të muskujve dhe të tendinave, ai thotë se në fakt ka një mosnjohuri nga ana e popullatës sa i takon pikërisht sëmundjeve që prekin shëndetin e kockave, janë shpesh qytetarët të cilët e neglizhojnë, duke thënë shpesh herë që janë duke vuajtur si pasojë e lodhjes, por që kjo nuk është gjithmonë e vërtetë, pasi në rast se lodhja është e përsëritur dhe ka shenja të tjera të cilat ndikojnë në përkeqësimin e situatës, qytetarët duhet patjetër të drejtohen tek mjekët specialist, pasi edhe shëndeti i kockave dhe i muskujve është mjaft i rëndësishëm në aktivitetet e përditshme, por gjithashtu edhe sa i takon lëvizshmërisë. Ka rreth 200 lloje sëmundjesh të cilat prekin pikërisht këto 3 kategori që unë sapo përmenda dhe që pjesa më e madhe e popullatës nuk është në dieni të shfaqjes të shenjave kur ato janë duke u kthyer në problematike dhe që kërkojnë trajtim mjekësor. Mjeku specialist në fakt thotë që edhe një rënje flokësh e cila është e pashpjegueshme dhe një temperaturë që mund të rishfaqet vazhdimisht edhe pse nuk keni shenja të gripit, mund të jetë një faktor që shëndeti i kockave nuk është i mirë dhe që duhet patjetër të konsultohet me një mjek specialist. Ka disa simptoma në fakt dhe mes të cilave edhe dhimbjet e vazhdueshme që mund të fillojnë që në moshë të hershme, pasi duket se shqetësuese
sidomos që atë viteve të fundit në Elbasan vihet re edhe një rritje e numrit të pacientëve të cilët janë në moshë relativisht të re dhe që ka shfaqur në e shpjegon shumë mirë edhe arsyet përse po preken dhe shumë të rinj nga reumatizmi. Le ta ndjekim intervistën e Desuna që ti ke realizuar. Sëmundjet reumatologjike janë një grup shumë i gjerë entitetesh, numërohen rreth 200 të tilla, që prekin zakonisht kyçet, kockat, muskujt, tendinët, por shpeshherë edhe organet e tjera të brendshme. Shenjat kryesore të tyre janë ëndjet, skuqjet e kyçeve, nxehtësia lokale, ngurtësia mëngjesore e pashpjegueshme mbi 30 apo 60 minuta, lodhja e shpesh gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme, vështirësitë në ecje dhe lëvizje, por gjithashtu dhe shenjat të tjera siç janë për shembull rënja e pashpjegueshme e flokëve, një temperaturë që ne i themi subfebrile deri në 37.5 gradë Celsius, plagë të shumta në mukozën orale apo tharje të syve, vështirësitë në gëlltitje e tjera. Mirë, Edisona, faleminderit për këtë raportim. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër të rikthehen pas në studio me tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio, vjojmë lajmet, një lokal plazhi që po ndërtoi pa leje në Karaburun u shem nga policia dhe inspektorati i mbrojtjes së territorit pasi kaluan të gjitha afatet e lëna për prishje vullnetare. Njëri nga pronarët e tij u vu në pranga, ndërsa urtaku i tij është në kërkim. Policia vijon hetimet për të vënë para përgjegjësisë uniformat blu që kanë lejuar dhe toleruar këtë ndërtim pa leje. Një ndërtim pa leje në zonën e Shënjanit në Karaburun në shembur gjatë një operacioni të policisë së shtetit dhe inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit. Bëhet fjalë për një objekt prej Druri, Beach Bar, që po ndërtohej pa leje nga Skerti Dinaj dhe Olsen Sherifaj. Të dy personat ishin proceduar më herët penalisht për ndërtim të paligjshëm, ndërsa kishin tejkaluar dhe afatin e caktuar për prishjen vullnetare të objektit. Gjatë operacionit, Skerti Dinaj u vu në pranga në vendin ku po kryeshin punimet, ndërsa urtaku i tij Olsen Sherifaj u shpall në kërkim nga policia. Në aksion morën pjesë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita dhe kryeinspektori i KMT-s Afrim Qëndro, të cilët paralajmëruan se ndërtimet pa leje do të përballen me forcën e ligjit. Ky ndërtim ka 4 muaj që është konstatuar nga strukturat e policisë Vlorë dhe rasti është referuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor. Më vonë, së bashku me IKMT-n, janë marrë gjithë veprimet e dhura ligjore dhe sot ndodhemi këtu për prishjen e këtij ndërtimit paligjshëm. Në këtë rast, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka qenë në tejkalim të kushteve të saj ligjore për dhënien e lejeve përkatëse për beach barin që ka dhënë, apo dhe për gjithë këtë aktivitet të paligjshëm që është këtu. Ndërkohë, policia e Vlorës vijon hetimet për identifikimin dhe nxjerrjen para përgjegjësisë ligjore dhe të personave të tjerë që dyshohet se kanë lejuar apo kanë dhënë autorizim në kundërshtim me ligjin. Administrata tatimore ka konstatuar një sër shkeljesh në tregun agro-ushqimor të Kasharit. Një kontroll ka nxjerrë në pa 15 shkelje administrative që lidhen me mungesë faturash, mungesë të listës së çmimeve dhe punonjës të padeklaruar. Tatimet kanë vënë në lupë tregun agro-ushqimor në Kashar. Në kuadër të planit operacional në sektorin e produkteve agro-ushqimore dhe blektorale, Task Force Administratës Tatimore ka konstatuar mbi 15 shkelje administrative në njërin prej tregjeve më të mëdha në kryeqytet. Shkeljet e konstatuara lidhen me faturimin, autofaturimin, listën e çmimeve dhe punonjës të padeklaruar. Sipas administratës tatimore, kontrollet do të vijojnë me qëllim rritjen e gjurmueshmërisë së produkteve agro-ushqimore nga ferma deri te konsumatori. Kontrollet vijnë në një moment që në vend ka fluks të prodhimeve bujqësore, çka shton në rastet e abuzimit me çmimet nga fermerit e pika e grumbullimit e më pas te qytetarët, ndërkohë që një prej shkeljeve më të shpeshta rezulton mungesa e listës së çmimeve për produktet. Aksioni i tatimeve në tregun agro-ushqimor përtej formalizimit të tregut. Në të njëjtën kohë, fermerët ftohen të denoncojnë në çdo rast të moslëshimit të autofaturës për produktet e tyre. Administrata tatimore thekson se verifikimet janë pjesë e përpjekjeve për formalizimin e sektorit dhe rritjen e transparencës në tregun agro-ushqimor.
Opozita në Kosovë akuzon Albin Kurti se ka uzurpuar zyrat e shtetit dhe po shkel kushtetutën. Deputet të PDK-s bllokuan sot në mëngjes hyrjen e godinës së qeverisë dhe më pas dorëzuan në kuvend një kërkesë për mbajtjen e seancës konstituive nesër në orën 11. Kosova mbetet në krizë institucionale prej 2 vitesh. Albin Kurti dhe ministrat e tij kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe po mbajnë peng Kosovën. Në një tjetër aksion pas përplasjeve në sallën e parlamentit, këtë të njëjtë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës bllokuan hyrjen e qeverisë, ndërsa paralajmëruan përdorimin e çdo mjeti për kthimin e rendit demokratik. Ky njeri nuk është kryeministër, është një deputet zaftus, është një deputet uzurpator, i cili e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit, i cili merr vendime në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, në kundërshtim me ligjin për qeveri. Prandaj do të bëjmë çdo gjë të mundur që ta rikthejmë rendin kushtetues. Minuta më pas, ata u zhvendosën në hollin e kuvendit, nga ku dorëzuan edhe kërkesën për mbajtjen e seancës konstituive të premten në orën 11. Kuvendi duhet të konstituohet në çdo rast dhe ne jemi deputet të betuar, deputet me mandat dhe funksion të plotë dhe këtë funksion po na pamundson me ushtru lëvizja vendosje. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Dehari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit të Kosovës. Aksionet e PDK-s i kanë mbështetur deri tani vetëm Aleanca, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka zgjedhur të distancohet. Vetvendosja thotë se nëse nuk ka marrëveshje politike për presidentin, është humbje kohë mbajtja e seancës konstituive, duke e bërë zgjidhjen e ngërçit politik të duket gjithnjë më i largët. Edhe shqiptarët ndoqën fenomenin në Tiranë dhe disa qytete të tjera, shumë shqiptarë për rreth 13 minuta ishin dëshmitar të fenomenit të rrallë. Qielli mori nuanca të veçanta, ndërsa hëna mbuloi gradualisht një pjesë të diskut diellor. Nga kjo pikë e malit të Dajtit me horizontin e hapur drejt perëndimit, përfundoi fenomeni më spektakolar astronomik. Eklipsi i diellit përfundoi ndërsa nga Shqipëria u pa pjesërisht për rreth 13 minuta. Qielli mori nuanca të veçanta ndërsa hëna nisi të zër gradualisht një pjesë të diskut të diellit. Ky ishte momenti kur fenomeni u bë më i dukshëm duke krijuar një pamje të jashtëzakonshme në horizontin e Tiranës. Fenomeni u ndoq nga qytetarë turistë dhe të apasionuar pas astronomisë të cilët zgjodhen pikërisht malin e Dajtit për të pasur një pamje sa më të qartë drejt perëndimit. Fenomeni gjithashtu vëzhgua pjesërisht në qytete të ndryshme të vendit, përfshirë Tiranën, Durrësin, Vlorën dhe Shkodrën. Eklipsi i plotë i kësaj të mërkure ishte një ngjarje e radhë astronomike, ndjekur me vëmendje në vende të ndryshme të kontinentit. Ky ishte eklipsi i parë total i diellit i dukshëm në kontinentin evropian që nga viti 1999, duke bërë ngjarjen e kësaj të mërkure edhe më të jashtëzakonshme. Edhe pse në Shqipëri u pa vetëm pjesërisht për pak minuta, qielli dhuroi një spektakël të rrallë. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju mund të klikoni në webin tonë abcnews.al, do të keni atje të tjera zhvillime të zbardhura në kohë reale, në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Një shkëputje shkurtër, në edicionin e mesditës takojmë sërish bashkë.